po në aron që të pun, e tani nuk po ka vak njëri me dalë kërkon. Qashtu është vëlla. E, qaj ka pun pa cismet? Mirë Hatigje, mirë njëherë. Shqyqyr që u këthy, e ta që keni ngatë për të nasemet. Gzim atë madhë se kur u këthy migja, nuk e më pas. E di bes. Edhe boba gjithë ka thonë. I sholla kthejt i smeti gjallë, e shkën të shpia. Ku shprit se kem, po gjyshit ja ka një zemra që boba ku më këthy. Rahmet shpirti post. Nuk ka pas njëri ma të mirë se baci Azem. Krejt ka pos qef me i po mirë. Shpesh viket e na. E bajke Allah me boben, u knaqëshim bashk. Qashtu është vëlla. Han. Boba e kish po një ditor të jo, Fadilin. Po vëlla, e kishin marrë vesh milicia që boba u këthy. E erdh, mi tha babës rruju pytime. Bile edhe ai po dojke më mirë me qeshje kombëtare. E tha babës, ai moj me të bashku. Nga mu han. Boba nuk ish një fjallë të mira për ta. Tha që to notën shkon rrel me milet stacion, e ditën dën më duk si patriot nga tën. Hatigje, a je sigur për që ta? Qysh ka mujt pra me i thonë migjes që po njët krenar me u bashkut njëjtën ush me ta. Unë që tash nuk jam ka e di qka është ka bëhet heq. Kallëzoni bacit Ismet se mundet mja po sherin ati. Edhe ditë kur ke, të nesërmen erdhe milicia. Po boba largu për këtyhet. A peshe, krejt senet po lidhen pra. Han, ko ka mirë me njëherë me shku e me i kallëzu migjes. Po besë, kismet i kallëzoj. Hatigje, faleminderit që na kallëzuve. Se ku me di qka i kish besu migja ati. E keqja shpejt vjen. Po inshallah ju runë zoti, se shpine ju e ko milicia në sy. E kanë me gjithë loj mënyre, veç me zbulu bacin Ismet.